ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah në madhreshëm e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allah dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i Tij. Dërmë vllazën kemi arritur tek ajeti 57 i surës Kahf duke sqaruar. Dhe ky ajet është: "Wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Allah thot, s'ka njeri më zullumçar sesa ai njeri që kur i përkujtohen ajetet e Zotit, shpalljet e tij, ai largohet, i njëron ato dhe ja kthen shpinën atyre, duke harru edhe të kaluamën e tij të keqe që e ka pas. Në qoftë se lexojmë Kur'anin, do të hasim në shumë vende se Allah i madhreshëm thot, njeriu më zullumçar është ky person. Njeriu më zullumçar është ky person. S'ka më zullumçar se ky person. Për shembull, Allah thot: "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Nuk ka njeri më zullumçar se sa ai njeri që shpiv ndaj Allahut. Po ashtu në surën Al-Baqara Allah thot: "Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha wa sa'a fi kharabiha." S'ka njeri më zullumçar. Pra njeriu më zullumçar është ai njeri që i pengon të tjerët të përmendet emri Allahut nëpër xhamia. Tash në qoftë se shikojmë në shikim të parë, e vrejmë se ka një lloj kontradikte mes këtyre ajeteve. Pra, a ky është më zullumçar apo ky? Allah po thot për të gjithë se s'ka më zullumçar se sa ky person. Pastaj po thot në një vend tjetër, prap s'ka më zullumçar se sa ky person. Pra, cila është bashkimi mes këtyre ajeteve në kuptim? Kemi vepra të ndryshme. Kemi kategorizime të ndryshme të veprave. Dhe Allah i madhreshëm për secilën kategori e tregon njeriu më zullumçar. Për shembull, kapitullin e shpifjes, s'ka më zullumçar se sa ai njeri që shpiv ndaj Zotit. Pra njeriu mund të shpiv ndaj prindit të vet, mund të shpiv ndaj shokut, ndaj gruas, ndaj bashkëshortit e kështu me radhë. Mirë po, në qoftë se i qesmi në peshore njerëzit që shpifin, njeriu më zullumçar, më i keq është ai njeri që shpiv ndaj Zotit. Dërsa në surën Al-Kahf, Allah po thot, s'ka njeri më zullumçar se sa ai njeri që kur të këshillohet me ajetet e Allahut, kur i të lexohen shpalljet e Zotit, kur të lexohet Kurani, ai njëron ato, ja kthen shpinën atyne dhe e harron ato që e ka vepruar nga e kaluara e tij e keqe. Të lutem vllazën në lidhje me kthimin e shpinës ndaj argumenteve të Zotit, i njërimit të tyre, Allah ka thënë në një ajet: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kushdo që ja kthen shpinën udhëzimit tim, i njëron ato, do të ketë një jetë të vështirë këtë botë. "Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Dhe të ta ringjallëm në botën tjetër të verbër. Qal: "Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira." Ky i thot Allahut botën tjetër: "O Zot, pse më ringjallet të verbër kur unë dynja kam pa? Pra sa kam qenë dynja kam pa me sy. Tash kur më ringjallet të verbër." Shajtat Allah: "Kedhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kedhalika al-yawma tunsa." Pra kur ne ti paraqitshim ty argumentet tona, tu lexojshin ajetet tona, ti u bëjshë kishe se kur gjansen ata, ja kthejshë shpinën, i harrejshë ata, i njërejshë ata, dhe tash ne ty po të harrojmë. Prandaj në vllazën, njeriu çdo herë kur ti lexohet diçka, kur të këshillohet me diçka që e gjen veten tek ai këshill, apo tek ai ajet, apo tek ai hadith, nuk ban me njëru, pa marr parasysh se prej kujt vjen. Shpesh herë ne fetarët e bëjmë një gabim. Për shembull, ne që falmi që 10 vite, që 20 vite, në qoftë se ndonjë i ri fillon më fal, apo dikush edhe hec falet, ta jep një këshill që ti e gjen veten atë, çka bëjmë ne, nuk e pranojmë nga inati, kush je ti më madh këtë këshill. Pra unë falna që 10 vjet, e ti po më këshillon që dia ke nis më fala? Kjo është gabim. Kjo është cilësia e njerëzve të poshtër dhe të këqij që po thot Allah i madhreshëm. Pra në qoftë se e gjejmë veten në atë këshill pa marr parasysh se prej kujt vjen, ne e pranojmë, nga se qëllimi jonë është më përmirësu.
Nuk është qëllimi me tregu se kush jemi ne. Qëllimi është më përmirësu. Siç ka ndodhur rasti me Imam Ahmedin, Allah e mëshiroft. Pa Imam Ahmedi është prej dietarëve më të mëdhej që një historia islame. Dhe çka thot Imam Ahmedi? Nuk më ka bën asnjë këshill dobi më shumë se sa dobia e alkooliçarit. Ne dim se Imam Ahmedi ka qenë për burgje, për shkak se nuk ka pranuar me thonë diçka për islamin që nuk është pjesë e tij. Kështu që e shtin në një qeli me një alkooliçar. Dhe kërcënoi Imam Ahmedin se nëse nuk heq dorë nga kjo shprehje që ti po e thu, nesër kemi me të godit në kamgji. Dhe thash ne jemi njerëz. Dhe Imam Ahmedi i futet një lloj frike pak. Jo për mori kthy për me thonë diçka që nuk është prej fesë, mirë po friksohet pak. Çka i thot ky alkooliçari? Një njeri që ka hyrë burg për shkak të veprave të këqija që i ka bën. Thotë Imam, tha ban sabër. Pse s'po ban sabër? Thot unë jam fut në burg po dënona për shkak gjunave, për shkak të veprave të këqija që i kam bën, dorsa ti ke hyrë për Zot, ti ke hyrë për fe, duke mbrojtur hakun të vërtetën, ban sabër. Prandaj Imam Ahmedi thot, aq shumë ka dhënë motiv kjo, aq shumë ka dhënë forcë kjo, saqë asnjë këshill e askujt nuk ka dhënë forcë, sikurse këshilla e këtij alkooliçari. Prandaj ne në vllazën nuk e shikojmë kush është këshilluesi, por e shikojmë se çaja këshill, a është me vend apo jo. Në qoftë se është me vend dhe ne e gjejmë veten ta dhe kemi mundësi më përmirësu, ne e marr parasysh se prej kujt vjen. Nga se njeriu që e ka zanat me ja kthy shpinën, me injoru udhëzimin, me injoru këshillat, vetëm se del keq para masës, këto janë njerëz të këqij. Pra pejgamberit, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe pse i thonin besniku, më i sinqert, njeriu më i mirë, kur i tha me besu Zotin, çka i than? Tha ti je gënjeshtari më i madh, ti je magjistar, ti je shpeft, fillon me shpif me lloj etiketimesh vetëm që mos më dal para të tjerëve këto keq. Pra këse ne nuk jemi për këtë këshilla. Nuk jemi na këto për këto udhëzime që po na drejtohesh ti me to. Prandaj mos më bëna sikurse këto njerëz që Allahu po thot janë njerëz më të këqij dhe më zullumçar, atëherë ne pa marr parasysh se prej kujt na vjen e vërteta dhe e mira, na e pranojmë ato si të tillë. Pastaj Allah shapo thot: "Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada." Çështja e dytë e njerëzve të poshtë cili është? E njerëzve zullumçar, e para ka injorimi, i injorojnë, ja kthejnë shpinën në udhëzimin e Zotit, e dyta e harrojnë të kaluamën e tyre që e kanë bërë të keq. Të vëllazën, secili prej neve kemi një të kalumë jo të mirë, secili prej neve bëjmë gjunahe. Këto gjunahe dikun janë shkruar. Këto gjunahe dikun janë tubu. Prandaj secili prej neve duhet me ditë që për këto kemi me dhënë llogarinë det. Ke po, zakonisht njerëzit të cilët arsyetojnë se e kanë zemrën e mirë, kur të këshillohen me fal namaz, çka thojnë? Të njerë mjafton me pa zemrën e mirë. A pse i ka hub 10.000 namaze, 5.000 namaze, i ka hub 20 agjërime, 30 agjërime, nuk e ka dert dhe prap arsyetojnë se ka zemrën e mirë. Shkoj, e harron të kalumën e tij të keqe që e ka. Ne pa marr parasysh, a fillojmë mu fal, a fillojmë me agjëru, a fillojmë bëhemi fetar, prap mendjen do të me pas te kalumë apo ke jon. Dhe me etu pak si me një lloj frike se ndoshta Allah ka mundësi me na marr përgjegjësi për ato vepra që i kemi bën dhe mu pendu në vazhdimsi për veprat e gabuara që i kemi bën në të kaluarën. Pastaj Allah çka po thot? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Allah thot ndaj çdo persona që janë njerëz më të këqij, më zullumçar, që i përmendin në fillim të ajetit, thot kemi vendosur perde në zemrat e tyre. Kemi vendosur pengesë në zemrat e tyre. Ja kemi mbulu zemrat dhe po ashtu edhe veshët e tyre nuk dëgjojnë mirë. Kemi vendos edhe një lloj perde edhe në veshët e tyre. Pse ndërm vllazën? Nga se e meritun që Zoti me avolo zemrat dhe me mbyll veshët. Pra Allahu nuk ti mbyll veshët dhe nuk ta mbyll dhe nuk ta avolo zemrën pa e meritu. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Pra pasi që ata u devijun, Allahu i devijoi edhe më shumë. Pra pasi që ata i erdh mundësia mu përmirësu, mu udhëzu, e refuzun udhëzimin, e dashtën humbjen më shumë se sa udhëzimin, Allahu ja shtoi humbjen edhe më shumë. Prandaj Allahu nuk ta avolo zemrën pa e meritu. Allahu nuk ja avolo zemrën atij njeriu që e do udhëzimin asnjëherë.
Ai njeri që e do udhëzimin, e do xhenetin, Allahu nuk ja ulo zemrën. Prandaj çështja e zemrës deri në vllazën është çështje shumë e rëndësishme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Ela wa inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu." Është një copë mishi në zemër, në trup, në qoftë se ajo është mirë, krejt trupi është mirë. Kjo është zemra. Pra në qoftë se kjo pjesë e trupit është mirë dhe e shëndosh, krejt trupi është i shëndosh. Por në qoftë se kjo prishet dhe nuk është mirë, krejt trupi nuk është mirë dhe është i prishur. Pra zemra i përngjason një generali, ndërsa gjymtyrt ushtarëve, që ato urdhra që jep generali, pra zemra, çashtu veprojnë edhe gjymtyrt. Pra nuk ka mundësi gjymtyrt më kanë mirë e zemra më kanë keq, asesi nuk ka mundësi. Pra çashtu që është zemra, çashtu edhe janë edhe gjymtyrt. Prandaj, për kujdesja jo ndaj kësaj zemre duhet më kanë në vazhdimsi. Nga se Allah i madhreshëm në Kur'an i paraqet zemrat në 3 lloje, apo i kategorizon zemrat. Kemi zemër, mbas ajeteve kuranore po flasim gjithherë, kemi zemra të shëndosha, të mira, të pastërta, që Allah ka thënë yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në ditën e gjykimit, njeriu nuk do t'i bën dobi as pasuria as fëmijët, por kush do t'i bën dobi? Zemra e pastër dhe e shëndosh që ka pas këtë botë. E për me shikua e ki zemrën e pastër apo shëndosh, shiko se a ki xhelozin ta, shiko se a ki smir ta, shiko se si është raporti ndaj Allahut dhe ndaj atyre që e duan dhe respektojnë Allahun e madhreshëm. Shikon kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam për me të dhënë vetëm një shembull për zemër të pastër. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë i dërguar i Zotit duke nejt me sahabë në xhami. Dhe po i thot sahabëve shokëve të tij, tash në xhami do të futet një njeri që është prej banorëve të xhenetit. Tash krejt sahabë syt pa dera. Dhe po një person shumë i thjesht që i pikonte ujë nga fytyra që kishte marrë abdes. Një njeri i thjesht. Prap e përsërit njëjtën gjë 3 ditë, po tash do të hyjë në xhami një njeri që është prej banorëve të xhenetit. Historia e gjatë, mirë po në fund rezulton që një prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam e përcjell dhe shikon se çfarë vepra po bën. Kjo nuk pa diçka shtesë, përveç asaj që e banin krejt natyrisht. Edhe e pyet: "Thotë filan, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thonë që ti je prej banorëve të xhenetit. Çfarë vepre ke që bën?" Ka son përcolla, mirë po nuk pash diçka të veçantë ti. Pa vallahi çata shaj ke po, as nuk baj diçka më shumë as më pak. I njëjtë janë. Mirë po thotë kam një vetinë ashtu çaja është që çdo herë kur bi me flet, krejt vja baj halal. Nuk kam xhelozi për askan. A thot, kjo të kanë ajo vepër që ne s'pas në mundësi me bo. Pra pastrimi i zemrës të tërsi, ndaj as kujt urrëtie. Pra kjo është zemra e pastër. Lloji i dytë i zemrës, zemra e smur. Pra e zemra që ka xhelozi, ka mendjemallsi, ka urrëtie. Po kjo është zemra e smur e që fatkeqësisht jemi shumë prej besimtarëve këtë kategori. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, çdo herë kur njeriu e bën një gjuna, i vendoset një pikë e zezë në zemër. Çdo herë kur pendohet, i largohet kjo pikë, por nëse nuk pendohet, pra vazhdon me u vendos nga një pikë e zezë derisa t'ju errësohet zemra. Dhe kategoria e tretë është zemra e vdekur, ajo zemër që nuk ka dritë besimit në zemrën e tij. Është zemra e pabesimtarit, është zemra e hipokritit. E zemra ndërmjet vllazën asnjëherë ne nuk ban mundi të sigurt për zemrën tonë. Nga se zemra në gjuhën arabe quhet el qalb. Diçka që rrotllon, tash është mirë, pas një kohe shumë të afër mund të jetë komplet ndryshe. Tash është besimtare, ka besimta, mas një kohe shumë shkurt mund të ketë mos besimta. Pra nëse nuk përkujdesesh në vazhdimsi me pastru dhe me rujt, ajo mund të devijojë dhe mund të ndryshojë. Por këta pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka mësuar që me bën në vazhdimsi një lutje: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O Zot, përforcoma këtë zemër, o rrotulluesi zemrave, përforcoma zemrën time në fen tënë, në atë që është e drejta dhe e vërteta. Prandaj kjo zemër në qoftë se ne nuk përkujdesemi për ta, pra mund të vjen në kategorinë e dytë dhe pastaj mund të vjen në kategorinë e tretë që më meritu, pra vullosin nga ana e Allahut. E ku të vulloset zemra, mo bjen në këtë kategori që e ka përmendur Allahu i madhreshëm, kanë vesh po nuk dëgjojnë, kanë sy po nuk shohin, dhe kanë zemra dhe kanë mend por nuk meditojnë dhe nuk mendojnë fare.
Pra të ndëgjojnë zana, ndëgjojnë ajete kuranore, mirë për nuk i bajnë dobi. E kujt nuk i bajnë dobi? Atyre që Allahu i madhreshëm ja ka volosur zemrat, e lusmi Allahun që mos na bëj kurrë prej këtyre njerëzve. Dhe dietarët përmendin po ashtu disa gjëra të cilat e përmirësojnë zemrën dhe ndikojnë që zemra të ruhet prej ndotjes së saj. Ka se zemra ndotet, bëhet e papastër në qoftë se ne nuk përkujdesemi dhe futim ta çdo gjë e cila mund ta çrregulloj ata. Dietarët thonë prej gjërave më së shumti që ka ndikim në pastrimin e zemrës është dhikri, përmendja e Zotit. Siç ka thënë Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, përmendja ndaj Zotit është sikurse shiu për bimën. Është ujitje e zemrës, e ngjall zemrën. Po ashtu është leximi i Kuranit, është përcjellja e xhenazave, prezantimi në vendet ku varrosen të vdekurit, vizita e varrëve, vizita e të smurëve, vizita e njerëzve, qëndrimi me njerëz që kanë brenga, telashe dhe sprova. Pra këtë e thyjnë njeriun, e thyjnë nefsin dhe e zbusin zemrën. Pra këtë janë disa prej gjanave që dietarët kanë thënë ndikojnë në pastrimin e zemrën dhe në rregullimin e saj. Dhe Allah në fund të këtij ajeti çfarë thotë? Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. Në qoftë se ti i thret ata më përmbajt vërtetës, i thret në udhëzim, ata kur nuk kanë mundësi mozu. Pra kjo kategoria njerëzve që ja kthen udhëzimit ajeteve të Zotit shpinën, e harron të kalumën e tij, e që ja ka mbyll Allahu vesht, e ja ka volos zemrat, sa dush që ti i thirr në udhëzim, sa dush që ti i lexon ajete, i tregon hadithe, kur këta nuk besojnë. Kur nuk besojnë? Po kush po thotë që nuk besojnë? Po thotë Allahu, ti nuk i drejt më thon. Shpeshherë dëgjojmë njerëz të cilët thonë fatkeqësisht thirrsa në Islam. S'ki çka e këshillon filanin, nga se kur nuk e pranon të vërtetën. Ky kur s'ka mundësi me udhëzu, ky është kriju për xhehenem. Kjo është haram të thuhet. Pra nuk bën besimtari mi xhiku të tjerë, nga se përfundimin e din veç Allahu. Pra Allahu po thot, disa njerëz që ja kanë vulluar zemrat kur nuk besojnë. Po ti nuk e din se cilët janë ata njerëz. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që ne me këshillu të tjerët në vazhdimsi, pa marrë parasysh qëndrimin e tyre ndaj këtyre ajeteve. Ne nuk ban me thonë që ti kur nuk i më udhëzu. Filani kur nuk udhëzohet, ka me dek pa besimtar. Kjo është xhenemli, kjo është xheneti. Këto gjykime nuk ban me dal nga goja besimtar dhe janë të ndaluara dhe haram. Prandaj Allahu po thot, nga se ai e di të ardhmen dhe e din cilët njerëz e meritojnë me ja volo zemrën. Ka se ne nuk i dimë as për veten tonë. Pra ne kemi thonë, sa jemi duke frimun këtë botë, ne nuk e dim përfundimin. Sot mund të jemi mirë po nesër mund të jemi të devijum, Allahu na ruaj. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, do të vjen një kohë ku njeriu do ta zëm mbrëmja besimtar, mirë po mëngjesi pa besimtar. Apo mëngjesi se besimtar, mbrëmja se pa besimtar. Prandaj e jona është që me kërku mbrojtje nga Allahu, që me na ruajt këto zemra nga mbyllja e tyre, nga volosja e tyre, që me na përmirësu zemrat tona dhe me na udhëzu dhe me na ruajt udhëzimin deri në vdekje. Edhe me bë mirë sa të mumi që me i thirr njerëzit me i shpëtu. Nga se qëllimi jon nuk është me i pa njerëzit duke humbë, nuk është qëllimi jon që me i pa të tjerët nesër duke u dënuar me xhenem, siç është fatkeqësisht qëllimi i disa të udhëzuarve, që më shumë kanë qef me i pa të tjerë në xhenem të devijum se sa të udhëzuar. Kur pejgamberi alayhis salam u lut ndaj njerëzve për me i dënuar Allah me xhenem? Kur u lut? Çka i banën pejgamberit alayhis salam pa besimtar në Mekë? A u ndal nga thirrja? A i mallkoi atë? A u lut kundra tyre? Ty as 0.1% e atyre sprovave që ja kanë bërë pejgamberit alayhis salam nuk ta bajnë, dhe ti më njëherë lutesh, Allah të mallkoft, Allah të dënoft me xhenem. Pse se nuk e ki për i Zot Zotit, nuk e ka kuptuar besimin as minimalisht. Pejgamberin lloj-lloj sprove i banën, lloj-lloj sprove e thyn moralisht, shpefën për ta, e ofenduan me lloj-lloj etiketimesh dhe prap nuk u lot kundra te. Ndërsa ty ndoshta vetëm këshillën nuk ta pranojnë, i thu namaz është farz, beson e Zotin, dhe vetëm të injorojnë, ti më njëherë i mallkon, më njëherë i shpall qafira, më njëherë thu ti ki më kanë banor e xhenemit. E kjo është fatkeqësi. Andaj nderuam vëllezër, Allahu është ai që i gjykon tjerët, e jona është me këshillu,
e jona është me i dash të tjerët, me i dash edhe të tjerët më kanë bashkë me ty në xhenet. Prandaj, e lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. E lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tanë Allah të shëroj, të vdekurit tanë Allah të mëshiroj. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.